Si dukesh, si kalon. Kandidati për deputet i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Vullnet Sinaj është ndalur një bashkëbisedim me banorët duke u njohur nga afër edhe me problematikën e dëmtimit të pallatit ku ata banojnë prej vitesh. Duke pranuar të dëgjuar shqetësimet reale të tyre, në lagjen 24 maj, kandidati Sinaj ka shprehur të gjithë gatishmërinë dhe angazhimin për zgjidhjen e kësaj problematike. Si deputet tashmë i të gjithë qarkut, nuk ndalem vetëm në këtë zonë, ka theksuar mëtej Sinaj, duke shprehur të gjithë gatishmërinë e tij për të qenë pranë të gjithë qytetarëve. Partia Socialiste më ka caktuar në listë të hapur. Që të bëjmë deputet, duhet të bëjmë deputet me votat tuaja. Tani jam deputet në gjithë qarkun e Vlorës. Jam deputet në Vlorë, jam deputet në Imar, jam deputet në Saran. Sa të mundem. Jam edhe deputet i asaj zonës time atje. Ata më njohin mirë se kam qenë 8 vjet deputet atje. Edhe kam ardhur dhe kisha një pengesë, të themi të vërtetën. Nuk mund të hyja në zonë një kolegu tim, deputet. Ndaj nuk kam ardhur deri tani. Tani me qenë se shapur zona dhe unë do kërkoj vota gjithandaj kam ardhur sot, tu takoj. Ju kam ndihmuar indirekt me sondën. Ju kam ndihmuar indirekt me sondën. Tani jemi duke u sqaruar. Tani ju keni një ekspertizë që pallati është i dëmtuar i pabanush. Sinaj është shprehur se kjo problematik do të shkojë deri te kryeministri Rama, ndërsa ka garantuar banorët se do të jetë pranë tyre dhe do të rikthehet përsëri. Ja bëj me dije kryetarit të bashkisë dhe do t'i kërkoj të vi këtu bashkë me mua. Nëse ai do vi, na zjapi zgjidhje, po unë nuk i ndahem për këtë gjë derisa ta zgjidhin. Me fjalë, ju nuk keni më punë me këtë gjë. Do merrem unë. Dani një sekondë. Tani kam ardhur sot tu. Do ta ndjek unë këtë punë. Kështu që nëse ai më shpresoj që do përgjigjet, se do vënë ndjeni kryeministrin unë jap fjalën. Ju jap fjalën, do vë në ndjeni kryeministrin po se zgjidha do të vet. Jap fjalën. Fjalët e shumta janë fukarallëk. Ditën e hënë do ritakohemi prapë bashkë. Deri të hënën unë kam bërë ndonjë gjë, ti do më bësh dosjen gati. Pallati 1300 është i dëmtuar prej vitesh, por banorët tashmë kanë marrë garancinë mbi zgjidhjen e problemit nga vetë deputeti Sinaj, duke i shprehur mbështetjen si i vetmi deputet ndër vite që u është gjendur pranë.